Skuadra e Dritës më në fund ka siguruar fitoren e parë të saj në fazën e Ligës të Conference League, teksa ka mundur në transfert me shifrat 1-0 ekipin e Shelbourneit në Irland. Kampionët e Kosovës kanë zhvilluar një ndeshje mjaft të mirë teksa kanë shfrytzuar edhe faktin se vendasit mbetën me 10 lojtar pas pak minutash lojë. Kjo bëri që ekipi kosovar të shtonte pak nga pak rastet para portës, ndërsa nga ana tjetër portieri Moloku ishte i pakalueshëm ndaj gjuajtjeve të ekipit vendas. Goli që vendosi ndeshjen erdhi në pjesën e dytë kur një gjuajtje e Ajzerajt u devijua në rrjet dhe i dha avantazhin Dritës, e cila e mbrojti me shumë kujdes dhe mori 3 pikë të arta që afrojnë me një kualifikim që do të ishte historik.